Një situatë e pazakontë ndodhi gjatë spektaklit të mbrëmshëm, ku banori Josefin Marku goditi me shuplak banorin tjetër Besart Kelmendin, teksa ky i pari po dilte pasi që nuk u zgjodh në mesin e 4 finalistëve. Pas këtij incidenti, Josefin Marku u shoqëruar në stacionin policor në Tiranë, ku qëndroi për 5 orë. Nga burimet e sigurta bëhet me dije dëshmia lidhur me atë se çfarë ka thënë Jozi në komisariat. Më ka provokuar gjatë gjithë lojës, nga ngjekdëtësia e qellova, nuk e durova më, citohet e ka thënë ai ndër të tjera. Na do të rikujtojmë se Jozi ka qëndruar në komisariat për 5 orë me radhë deri në përfundim të procedurave, ku është liruar rreth orës 5 të mëngjesit, ndërsa do të hetohet në gjendje të lirë. Na do të rikujtojmë se Jozi doli me zarf të zi nga gara për shkak se ofendoi gjestin dhe së fundmi, pasi po dilte, e goditi me shuplak atë. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.